E bën ndryshimin, e bën ndryshimin dhe e fillove karrierën tënde si gazetar. Fillimisht punove në një televizion tjetër, tash je në një televizion tjetër. Deri më tani ke përvoja në 2 mediume, sepse zakonisht i ndrojnë gazetarët mediumet. Mirë se vjen në klubin e gazetarëve, ku është ma mirë shkojmë. Tregom ma eksperiencën tonë pasaj në mediume. E pam që e dëshpru në studime, në shkollë, në rini, në çdo herë. Si ishte eksperienca jote si gazetar? Në fakt, se di, unë do të thonë karrierën tim nisa në një media tjetër, në një media jo shumë të madhe, por që gjithsesi më dha eksperiencë shumë të mirë, më dha gjithçka, po, më dha gjithçka. Do të thonë unë mësova ç'është bëhet gazetaria, pse bëhet gazetaria, unë i vjedha shumë sene, do të thonë, prej atij mediumit, edhe kalova në një media tjetër. Tash është koha dhe momenti mendoj që duna me se di, unë edhe në market kur shkojmë, na e shumë cila është, do të thonë, më e mira, unë vendosa me shku dikun që është më e mirë për veten. Emisionin e mora me vete sepse unë mendoj që ka qenë shumë e rëndësishme se është thuhet është, do të thonë, këtë dashni që unë e bëj, edhe kjo dihet besoj. Kështu që eksperiencë e mirë edhe në atë media ku kam qenë, po edhe këto, unë sarand jam shumë mirë njohës në jetë. Unë jam shumë mirë njohës në jetë. Unë jam shumë falendërues në jetë. Unë asë edhe një herë, le ta dinë këto edhe kolegjtë tonë që naftojnë për emisione edhe mundohen me nxjerr diçka që nuk është. Unë kur nuk jam prej aty në djemve që flas diçka keq për ata të cilët kam bashkëpunuar dikur, edhe me ata që bashkëpunoj sot. Sepse jam mirënjohës, jam falendërues, secili ma ka hapur derën dhe ka thënë që okej, ky është koha dhe momenti që ti duhesh me reflektu edhe me shkëlqy. Sot edhe në media, edhe në gjithçka që bëjmë është biznes. Kështu që duhet të dimë të ndajmë këto gjëra. Unë nuk kam kur gjë personale me askën, as edhe një herë, sepse nuk di se ku kemi mund taku bashk, ndoshta në një ambient të televizioneve, ndoshta në një ashensor dikon, kështu që nuk i dihet kur jetës. Unë jam shumë paqe me veten, jam shumë okay me veten. Edhe nëse do të thonë ka pas gjatë rrugës, do të thonë edhe në media padrejsi, unë i shoh ndryshe sepse njerëzit ashtu mendojnë, ashtu veprojnë, por është e rëndësishme kur të shkoj me fjet, jam shumë i qetë edhe besoj që nuk i kum hi kërku janë në hak. Punën në televizion e bëj me shumë dashni, si ai që e bën në një vend, në një zyre, në një bankë, çapo dion, unë e kam bë me plot dashni. Unë kur kam filluar, domethënë gazetarin, po du edhe një detaj shumë të rëndësishëm me theksu, sepse është i rëndësishëm edhe për ata që na shohin, na ndjekin. Kur flitet gjithmonë për rrogën, gjithmonë njerëzit kanë, domethënë, pikpyetje të mëdha, domethënë, edhe për këtë pjesë. Në atë kohë kur pa ta fillu, edhe kjo pjesë u pa fol për punën e rrogës tam. Rroga jam ka qenë shumë modeste dhe thjeshtë, nuk e di nëse është shumë etike me. E ke nda publikisht ti? Jo, a është era parë që po e përmend? Jo, është era parë edhe nuk është që është diskutuar në tavolinat e kolegëve tonë se që unë kam mujt më pagu ku më di sa. Në fillim unë kam nis me 100 euro punën e parë lab. Jo, edhe unë në fakt unë 16 vjeçare kam qenë 100 euro kur i kam marrë mu ka duk. Po, unë shumë pikërisht po du më lidhë domethënë ata që na shohin, na ndjekin edhe që mendojnë që domethënë gjithçka të parja. Kur kam filluar gazetarin në televizion, unë jam paguar me 180 euro dhe kam bërë super. Te mos i vaz më shumë se unë. 180 euro edhe jam domethënë kam bërë një super emision, unë më njëjtë paktën ashtu, sepse nuk e kam pa vetë të parja, por është një mesazh për krejt ata që na shohin, për një mesazh që edhe me pak pare ti mundesh ndoshta me bë. Kur i kam marrë biletun 180 më kanë dhënë që janë 180.000 euro, që janë kohë të mijat, edhe kur i kam qenë në shtëpi domethënë janë kohë shumë. Tash kalova në një media tjetër, jam stabilizuar, jam shumë okay, jam shumë mirë edhe mendoj që jam të rrit gadaldale. Por shumë e rëndësishme që unë kam filluar me pak, por jam kanë shumë i kënaqur edhe shumë i lumtur. Besoj që kam reflektuar edhe në ekran edhe në atë periudhë, në atë kohë që kam qenë. A je pishman që ke medias? Jo. Mendoj që është dashni për mu, është diçka që unë e du qatë shumë sa që nuk di kur me spjegu. Unë nuk kam, tash unë po tham unë, sepse unë brenda vetës nuk kam une, edhe nuk kam unë, por këto herë po tham që unë nuk kam dëshirë ose knasi thjesht për mu doke edhe me dalë në ekran edhe me promovu vetën. Jo, unë mendoj që jam aty për shkak gjithçka që kam kalu për me qenë ndoshta jam sebeb
për shumë të tjerë që shethebe ti, për me reflektu me vetën edhe më konë aty ku ata dojnë, dhe më thonë, peshini kërkum dojnë septe edhe këto, është gëgje e rëndësishme më të këtu të në kohën që pavarësisht si çka na ndodh djetë, është e rëndësishme me ecë edhe mos mund dalë, pavarësisht situatave, momenteve që na qesin njerëzit. Po.